Keni pirje të dorës apo këmbëve, ja çfarë tregon kjo për shëndetin tuaj. Presioni. Këpucët e ngushta ose qëndrimi i ulur në këmbë mund të shkaktojnë pirje ose gjilpëra, mirëpo problemi largohet kur presioni ulet. Nervat e bllokuar. Një sëmundje diskut ose problemi i shpinës mund të ushtrojë presion mbi një nerv që fillon në shtyllën kurrizore, shkon poshtë këmbës dhe deri te gishtat e këmbëve. Një nerv i bllokuar në qafë mund të shkaktojë gjithashtu pirje ose gjilpëra kudo, nga qafa deri tek duart dhe gishtat. Diabeti. Diabeti mund të dëmtojë enët e vogla të gjakut që furnizojnë nervat në gishtat e duarve dhe këmbëve. Alkooli. Pirja e tepërt e alkoolit mund të dëmtojë nervat. Mungesa e vitaminës. Mungesa e vitaminës B12 është e zakonshme tek njerëzit shumë të moshuar, vegetarianët dhe njerëzit me anemi pernicioze. Prandaj mungesa e vitaminës B12 shkakton anemi dhe dëmtime nervore.